10 marsi shënon ditën e lindjes së aktores Hyrie Hana, grua se cila ndau jetën mes teatrit dhe burgut. 97 vjet më parë në Gjakov lindi motra e veprimtarit Gjeladin Hana, e cila shumë shpejt do të bëhej një nga aktorët e para që do të ngjitej në skenë që nga themelimi i teatrit krahinor në Prishtinë, së bashku me Meribane Shalën dhe Katarina Josipin. Hyrie Hana ishte njëra ndër aktorët e para bashkë me Meribane Shalën, Katarina Josipin, kur u themelua teatri atëherë krahinor me 1947 në Prishtinë. Hyria kishte një përvojë si spikere në Radio Prizren dhe në Radio Prishtinë, kështu që nuk e pati të vështirë audicionin. Aq më tepër se në audicion ishte Abraman Shala, i cili bashkë me familjen kishin qëndruar disa vite në Durrës. Në atë kohë edhe familja Hyries, me që ishte përndjekur si familje advetare, shkoi në Durrës dhe babai Hyries e regjistron në një shkollë të Durrësit. E përndjekur ndër vitën nga UDB-ja serbe për shkak të bindjeve ideologjike të saj, Hyrie Hana u shua pa patër mundësinë të shkëlqente. Kjo pasi vazhdimisht ishte e përndjekur, thot studiuesja Sabile Keqmezi Basha. Ajo ishte non-stop, nën përcjelljen, nën survejimin e UDB-s. Ate e përcjellshin, nuk i besojshin asaj, nuk ishin sigurt kur Hyrie Hana ishte me popullin, me masën. Ajo kishte një oratori të jashtëzakonshme që i bënte njerëzit për vete. Dhe njerëzit i besojshin, çaq bindshëm flite, çaq me afsh i thonte sendet. Po edhe ashtu ishte, ajo ishte e vërteta. Të gjitha çka thonte Hyria, ato ishin të vërteta, njerëzit i besojnë të vërtetës. Ndërsa veprimtari Hydajet Hyseni thot se Hyrie Hana ishte një grua që nuk mposhtej. Të krijonte përshtypjen e një gruaje vërtet shumë vuajtur, por një grua qëndrinë, heroin, që nuk mposhtej, nuk dorëzohej, që gjente mënyra për ta mbushur edhe vetmin, edhe boshllokun me shpirtin e saj atletar, me shpirtin përparimtar, artistik. E doktoresha dhe veprimtarja Teuta Hadri citon se Hyria ishte një tip burrëror. Edhe ka qenë një tip burrënore, ashtu një grua që merrte fjalë, merrte një vendim. Kreatore dhe orientuese demonstratave të vitit 1968 ishte Hyrie Hana, kështu pohon veprimtari Selatin Novosela. Nëse Ismail Dumoshi ishte ideatori demonstratave të Prishtinës, Podjevës, Gjilan dhe Ferizaj që po për një ditë, mund thuhet kreator dhe orientues i kërkesave për demonstratë e vitit 1968 ishte pikërisht Hyrie Hana. Advetarja e shquar dhe ishe burgosura politike, Hyrie Hana, ka vdekur në vitin 2004, duke lënë pas vetës një trashëgimi kulturore dhe advetare.